Çështja penale ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka hyrë zyrtarisht në fazën e gjykimit. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë së posaçme për kalimin e dosjes në themel, duke hapur rrugën për një proces të gjatë gjyqësor ndaj tij dhe 29 pandehurve të tjerë. Mes të akuzuarve është edhe bashkëshortja e Veliajt, ndërsa hetimet e SPAK-ut kanë ngritur dyshime për përfitime të parregullta financiare dhe favore të dhëna në disa episode të ndryshme. Sipas prokurorisë, në të paktën 9 raste subjektet tregtare dhe organizata jo fitimprurse dyshohet se kanë ofruar para apo pasuri të paluajtshme në mënyrë paligjshme. Ndaj kryebashkiakut rëndojnë 5 akuza, mes tyre shpërdorim detyre, korrupsion, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, si dhe futja e sendeve të ndaluara në ambientet e paraburgimit. Vet Veliaj ka mohuar akuzat duke i cilësuar si të pabazuara. Seanca e kësaj të hënë u shoqërua me bojkot nga ana e avokatëve mbrojtës, shkasodhi zhvillimin e procedurave në mungesë të tyre. Ndërkohë, betejë ligjore e kryebashkiakut vijon edhe në gjykatën kushtetuese, ku ai ka kundërshtuar masën e sigurisë arrest me burg, kërkesë që është pranuar në shqyrtim. Veliaj u arrestua në 10 shkurt 2025 në zyrën e tij, ndërsa çështja ka sjellë përplasje politike dhe institucionale, përfshirë edhe vendime që lidhen me administrimin e Bashkisë së Tiranës dhe proceset zgjedhore.